Kuptova që me përpjekjen time për të bërë atë rubrikën në alfabeti i njohjes, nuk është se bëra dot shumë çka dhe në fakt është normale që të mos arrish atë që do në një ambient dhe në një realitet ku je vazhdimisht në mohim dhe ku gjithçka vlon dhe të gjithë njerëzit kanë hallet, problemet, dinamikat e tyre dhe kanë mendjen tek gjërat që ata i prekin drejt për drejt. Kur ti e nis nga vetja komunikimin, njerëzit shpeshherë thonë, "Oh, ky pas ka hallin e vetes vet." Dhe kanë të vështirë ta kuptojnë që ti në fakt po u kërkon atyre që të kuptojnë se ti po e nis nga vetja jo sepse e ke me veten dhe për veten, por sepse ti po ofron veten si pikë garancie. E di që këtu në këtë vendin tonë nuk janë mësuar me këtë kulturë ku njerëzit ofrojnë veten si pikë garancie. Gjithmonë janë mësuar me njerëz që çdo gjë duan për veten, jo si veten të ofruar për iden, doktrinën, qëllimin, objektivin. Prandaj le ta quajmë të përmbyllur me aq sa pati rezultate rubrik dhe vazhdojmë komunikimin ton me një proces njohje edhe kështu të ngadalshëm dhe sido që të vijë dhe kushdo që të doj që t'i bashkohet këtij qëllimi dhe objektivi që un kam për të ndërtuar një bashkësi. Po sqaroj. Gjë e parë, un jam Arjan Galdini. Dhe unë nuk e di se si më njihni ju që rastisni të shihni këtë video. Unë nuk e di çfarë ju kanë thënë, nuk e di çfarë keni dëgjuar, nuk e di si ju a kanë interpretuar, nuk e di se sa keni ndjekur dhe çfarë keni ndjekur nga komunikimet e mia, pra nuk e di se sa jeni në gjendje që atë zigzakun e rrallë të ndjekjes së komunikimeve të mia ta keni të qartë se kush jam unë dhe çfarë bëj unë. Por le të qëndrojmë tek gjërat kryesore. Unë jam Arjan Galdini dhe në datë 19 shtator 2025 kam dhënë ndërheqjen si kryetar i partisë të cilën unë kam themeluar. Pra, unë nuk jam më kryetari i LRE Rinisja. Dikush tjetër është tashmë zyrtarisht, ligjërisht dhe me autoritet të plot kryetare e LRE Rinisja. Unë nuk jam më kryetar partie. Por jo vetëm aq. Por nuk kam ndërmend, nuk synoj, nuk kam qëllim dhe e deklaroj këtu me zë të fortë, e deklaroj këtu për të gjithë ju një herë e mirë që nuk kam ndërmend më të rikthehem në krye të LRE-s, nuk e kam në plan të rikthehem në krye të LRE-s, dhe as kam pikë dëshire dhe as një lloj qëllimi që t'jem më në krye të ndonjë partie politike në Shqipëri. Pikë. Kjo le të quhet e vulosur përfundimisht. Gjë tjetër që do t'ju them është se unë mendoj dhe besoj se koha ime, plani im, kanë mbaruar me momentin kur unë kam dhënë ndërheqjen si kryetar i LRE-s dhe nuk kam më as kohë politike dhe as plan politik si njeri. Nuk kam objektiva politike, nuk kam më ambicie politike, nuk kam më qëllime politike, pra nuk jam politikan. Ditën që unë kam dhënë ndërheqjen si kryetar i LRE-s, kam dhënë ndërheqjen edhe nga çdo gjë tjetër politike në jetën time dhe në personin tim. Dhe kjo është e rëndësishme që të kuptohet sepse njerëzit ndonjëherë kur të dëgjojnë që ti prapë se prapë flet për politik, vepron politikisht, thonë ku e ka planin, ku e ka qëllimin, kam hequr dorë nga politika. Po të doni ju, po ju bëj dhe një koncension të madh publik dhe po ju them, ore dështova, nuk ja dola dot në politik. Ndoshta jo dështim për shkak të aftësive të mia, jo dështim për shkak të kapaciteteve dhe zotësive të mia, por dështova sepse pavarësisht si dhe çfarë, pavarësisht kush më pengoi dhe si më pengoi, pavarësisht se sa më penguan, ajo që ndodhi është fakt. Unë nuk ja dola dot si kryetar i LRE-s. Prandaj nuk e shoh më veten si njeri
politik. Nuk jam politikan dhe nuk kam ndërmend të jem politikan më në jetën time. E sqaruar kjo, shkojmë edhe në një nivel tjetër më të rëndësishëm. Nuk kam një prapa plan, nuk kam një prapa mendim për me u rikthy në politik në një moment tjetër. Pra nuk kam ndërmend të kërkoj më vota. Nuk kam ndërmend të kërkoj më që ju, qytetarë shqiptarë, të më zgjidhni mua apo të më votoni mua. E kam bërë një herë të vetme në jetën time dhe kjo ka qenë në zgjedhjet e 25 prillit 2021, nuk ja dola dhe nuk dua ta vë më veten në provë. Sedra ime është e tillë, natyra ime është e tillë dhe nuk më lejon që unë të shkoj përsëri tek qytetarët shqiptar për me kërku votën. E kam parë veten që në momentin që konkuroja unë dhe Hajduti, xhepisti i lagjes, të cilin e dinte e gjithë lagja që u vidhte shtëpi dhe kishte grupe të strukturuar hajdutësh që u vidhte edhe xhepat edhe çantat, lagja votoi Hajdutin. Unë kam marrë një numër shumë modest votash, ndërkohë që Hajduti i lagjes, të cilin e gjithë lagja e njeh mirë dhe e tregon me gish çdo ditë, e votuar me mbi 1200 vota. Tani nuk kam shtem më tepër. Nëse realiteti është ky, pra, Hajduti dhe xhepisti i lagjes në këtë realitetin ton, me 1200 vota, nuk ka rëndësi me shoqni, me taraf, me lek, me shitje dhe blerje votash, fakti është ky, unë nuk ja dola dhe e gjithë qenia ime më thotë se unë nuk dua ta shoh më veten të poshtëruar kur njerëzit votojnë xhepistin dhe Hajdutin dhe madje shpeshherë duke thënë e kemi shok lagje me atë pim kafet e lagjes. Pra në qoftë se në Shqipëri votohet në këtë lloj niveli, unë nuk dua ta shoh më veten në proces votimi. Prandaj kam hequr dorë, ndaj rini të qetë, nuk konkuroj dhe nuk do të konkuroj më për asnjë lloj pozicioni politik dhe për asnjë lloj zyre politike dhe për asnjë lloj detyre politike në këtë vendin tonë. Nuk konkuroj dhe nuk kam ndërmend të konkuroj politikisht. Nuk kërkoj vota dhe nuk kam ndërmend të kërkoj vota. Prandaj qetësohuni, unë jam thjesht një qytetar, jam një prind, jam një njeri që ka vetdije shoqërore dhe nuk dua të hesht kur mendoj se ajo që unë kam zbuluar si e vërtet dhe që është një vërtet e cila përbën të mirë publike, ka rëndësi për të gjithë ju, unë do ta them dhe do ta flas çdo ditë pa kërkuar asgjë nga ju të dashur qytetarë shqiptar. Nuk kërkoj vota, nuk kërkoj besim, nuk kërkoj të më ndiqni, kërkoj që të më nderoni këtë vendim që kam marrë dhe kaq. Pra vendimi im është mos më qenë më kryetari i LRS, vendimi im është mos më qenë më politikan, vendimi im është mos më qenë më i votuar, pra nuk dua të jem më i votuar. Dhe e fundit për sot është kjo. Të sqaruara të gjitha këto, atëherë pse unë flas çdo ditë dhe pse unë po ju kërkoj juve që të bashkoheni me mua në datë 21 gusht në sheshin Skënderbej në orën 18:00. Sepse unë mendoj dhe besoj se nuk ka garanci më të lartë për qytetarin se sa kur i premtohet një proces qytetar, jo politik, jo elektoral, pa përfitime, pa shkëmbime dhe pa transaksione. Duke hequr dorë nga të tre elementet për cilët fola pak më parë, unë mendoj se për ju jam një shërbestar. Pra unë po ofroj vetveten si shërbestar. Pra përvoja që unë kam patur para këtyre momenteve, dështimet dhe ringritjet e mia janë për mua një arsye që të besoj se mundem me ja dal për me i pri një procesi, për me çu një proces drejt një rezultati të suksesshëm. Pra ndoshta unë nuk jam i aftë për me u votu, por jam i aftë për me çu përpara procese. Le të provojmë këtë gjë. Në rast se qytetarët shqiptar do të ma besojnë këtë mirësi, pra që unë
të jem aty shërbestari i tyre, në sheshin Skënderbej, në datë 21 gusht, ora 18:00, besoj se mund të nisim së bashku një lëvizje e cila do t'u jap rezultate juve, jo mua. Kauzës, jo mua. Do t'jetë kauza, do t'jetë doktrina, do t'jenë këto ide të cilat do të fitojnë, do t'jenë qëllimet tona, të cilat do të fitojnë, jo unë. Kaq dhe për më tej, unë do të flas me ju çdo ditë.